Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Ëndrat e përsëritura, çfarë duan të na thonë? Ëndrat e përsëritura janë skenare ëndrash që na ndodhin disa herë gjatë jetës, shpesh me përmbajtje, ndjesi ose ngjarje të ngjashme. Ato nuk janë rastësore. Shumë psikologë besojnë se ëndrat e përsëritura janë mënyra më ndjeson të pavetëdijshme për të na treguar se diçka në jetën tonë ka nevojë për vëmendje. Arsyeja pse kemi ëndrat e përsëritura lidhet kryesisht me çështje të pazgjidhura, emocione të shtypura ose frikra që nuk I kemi përballuar. Nëpërmjet përsëritjes, mendja përpiqet të na shtyjë të reflektojmë dhe të ndërmarrim veprime për të adresuar këto shqetësime. Shembuj të zakonshëm të ëndrave të përsëritura përfshin ndjekje nga dikush, rënje nga lartësia, humbjen e kontrollit të makinës, pamundësia për të ikur ose vonesën për një ngjarje të rëndësishme. Të gjitha këto skenare lidhen shpesh me ndjesi ankthi, stresi ose pasigurie në jetën reale. Ëndrat e përsëritura gjithashtu mund të reflektojnë një nevojë për ndryshim personal ose një thirrje për të lëvizur përpara. Ato janë një sinjal se jemi bllokuar në një model mendimi ose veprimi që nuk na shërben më. Është e rëndësishme të mos I injorojmë këto ëndra. Duke I analizuar ato dhe duke I kuptuar emocionet që I shoqërojnë, mund të zbulojmë më qartë se çfarë na shqetëson dhe si mund të bëjmë ndryshime pozitive në jetën tonë. Nëse ëndrat e përsëritura janë veçanërisht të forta ose shqetësuese, mund të jetë e dobishme të konsultohemi me një profesionist të shëndetit mendor. Ata mund të na ndihmojnë të zbulojmë kuptimet e thella dhe të punojmë drejt zgjidhjes së brendshme. Ëndrat e përsëritura nuk janë thjesht një rastësi ose një fenomen I pakuptim. Ato janë pasqyrime të mekanizmave më të thella të mendjes njerëzore dhe ofrojnë një mundësi të çmuar për vetreflektim dhe rritje personale. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.